Andaj edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha: Men yuridillahu bi khairan yusibhu min. Kujt Allahu ja do të mirën e godet nga sprova. Vallë, a lejohet njeriu ta dëshirojë sprovën? Esenca që nuk ban njeriu me dëshiru mu sprovu, me lutë Allah mi thonë: o Allah, unë jam shumë i fort, sprovom që ta këshiri durimin tem. A lejohet? Nuk ban. Mi po duhet me thonë: o Allah, ti ke caktu për mund çka është më smirti. Në shohë se është në kaderin tim, unë ti me ki bo kader, që me më sprovu, o Allah, pënëm që të qëndrushëm edhe ma bëm me lehtësim të kaloj këtë sprovë. Për arsye se dunjoja vëllezër nuk është vendi rahatis. Po ti shkon vendi rahatis, ish rahatu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti shkon vendi rahatis, Jusufi alayhis salam kish jetu me bab, me na, me vëllezër në vendin e tij. Po ai jetoi i burgosur, fillimisht në bunar, e pasaj i burgosur, e më në fund erzgjidhja që ai të jese udhëheci i Egjiptit, kryeministri i Egjiptit, që do të thot sprovat janë pjesë e jetës. Andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: kujt Allahu ja don të mirën e sprovon. Mirë, po sprova vëllezër është disa shkallë. Shkalla e parë që njeriu duhet me kuptu sprovën është që Allahu po do me të ngrit. Shire, ka një njeri të njoni prej të parëve tonë selefit dhe i ka thonën: o ti njeri, më ka godit një sprovë, qysh mu ballafacu dhe me te i kalu? Ka thonë: dëgjo këto, mu konë që njeriu shpërblejt veç prej asaj shka e don, i shpërbly pak. Edhe njëherë, mu konë që njeriu do me bo sevap e veç ato shka i don, sevapi i shkoni pakt. Mi po urtësia e Zotit është që ka njëherë Allahu na shpërblen edhe në atë shka nuk e dojnë. Ajet kuranor, Allahu subhanahu wa taala tha: asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ndonjëherë suratul Baqara Allahu po thot: ndonjëherë ju e urreni diçka, nuk e doni diçka, po ajo është në dobinë e juaj. Ndonjëherë ju dëshironi diçka, mirë, po ajo është në domin e juaj. Allahu e din e ju nuk e dini. Që dëmë të thotë vëllezër të nderuar, mu konë që njeriu shpërblehet vetëm në atë shka e don, se vapi i shkon i pakt. Mirë, po urtësia Allahut është që Allahu na shpërblen edhe në ata shka nuk e dojmë. Allahu ndonjëherë neve na jep një smuti. Mirë, po në smuti vëllezër ka urtësi. Për arsye se në 3 mënyra ballafaqohet sprova. E para vëllezër, duke kuptu që Allahu kër e godet dikani me sprov, i arrit shkallë në xhennet. Allahu ta ka përgatit një vend xhennet. Mirë, po unë edhe ty me veprat tona, me amelin ton, nuk jemi duke punu sa duhet. Dhe Allahu don me na çuna derexhe ku e na ka përgatit. Andaj na çon sprova dhe tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam: me të vërtet Allahu e provon dikanin, e sprovon dikanin për shkak derexhes që ja ka bërë që ta ngrite. Ju e dini që pejgambert a kanë gjunohe? Mendimi më i saktë i dietarëve, pejgambert janë pa mëkate. Mi po pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam shka tha: ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya. Njerëzit më të sprovuar në fytyrën e tokës kush janë? Pejgamberët. E pse pejgamberët? Për arsye se Allahu jo mi pasru nga mëkatet, po më ja urrit derexhen e tyre në xhennet. Lloji i dytë i sprovave vëllezër, Allahu na çon sprovën që Allahu më na pasru nga mëkatet. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës përpos pejgamberëve, të gjithë jemi mëkatar. Dhe nuk e them këta unë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: kullu ibn Adama khata. Të gjithë bijtë Ademit janë gabimtar, e më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Allahu na çon neve sprova. Në hadithin tjetër tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: nuk e godet besimtarin ndonjë dhimbje, sëmundje apo ndonjë breng prej brengave të dunjos, saqë edhe një therr, një gozhd e godet në trupin e tij, vetë se pastrohet prej mëkateve. Kjo derexhe e dytë e sprovave. Derexhe e tretë, pse vjen sprova, po si duhet ta ballafaqojmë, është vëllezër se sprovën Allahu subhanahu wa taala na i çon ndonjëherë me dallu
dostin prej dushmanit, mikun prej armikut. Sprovat janë të lloj-llojshme. Andaj pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Lehtësimi është bazë. Dhe thë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu dhëtë pas çdo vështirësie, minjerë vjen lehtësimi. Apet, mas çdo vështirësie vjen lehtësimi. O nderuar i vëlla, i cili je i sprovu, dije që i sprova është momentale. Ajo do të kaloje, o do të shpërblejesh para çka i duke përjetu dhe bën durim në të, për arsye se Allahu subhanahu wa taala than Kur'anin famëlar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblejë durimtarët pa kufi. Bën durim për arsye se Yunusi alayhis salam, i cili ishte në barkun e balenës, Allahu pas asaj vështirësie ja çoi zgjidhjen dhe lehtësimin. Zekeria alayhis salam, i cili në moshë të shyer ishte pa fëmijë, Allahu subhanahu wa taala e gëzoi me fëmijë. Ibrahimi alayhis salam, i cili njashtu ishte pejgamberi i Zotit dhe i dashuri i tij, në moshë të shtyr pas vështirësive, Allahu ja sjeli me pas fëmijë. Andaj pas çdo errësire vjen agimi, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Dhe Allahu na lusmi që Allahu na mësojë të kalojmë çdo sprovë me lehtësim, ya Rabbel Alamin. Lusmi Allahun që Allahu na forcoje.